Heu ku je lahut shqiptare, me vargë malet moshatare, zanje në porte e paskeruvet, qysh preje gjedo bashe muj. Ja ku kthejmë përsëri shikues nderuar, vazhdojmë bisedën me doktor Gjekën. Është shumë interesante, suksesi i tij është i madh, jo vetëm personal, por edhe komunitar. Doktor, po shpesh të ngjarjet kardiake ndodhin pa paralajmërime. Si mund të eliminojnë ato? Po infarktet në përgjithësi nolin pa paralajmërime. Infarkti nuk është predictable, por mundesh me paranalu tu pas kujdes për veten, siç thamë. Në pacientat cilët ti ke këto rrezikshmëri që i përmend me diabete, me gjitha plus historia familjare, mundesh me i testu me calcium score të zemrës, me kap pllakën në arteret e zemrës herët. E tu pas parasysh ata, ti nuk i trajton sikur trajton çdo pacient tjetër. Pra, kolesteroli është ndryshe me një që menon se është i shnetshëm, nuk ka simptoma, por ama jeton shnetshëm, nuk ka simptoma, po e ka calcium score 500, 600, 1000, 2000, 3000, nuk është një njëjti pacient. Pra, nëse ti e din se ti ke atë predispozicion të smundjeve kardiovaskulare, mundesh të marrë aspirin ditë, që tash nuk rekomandohet për çdo kan si ishte para 4-5 viteve. Vetëm disa pacienta me rrezikshmëri të lartë i rekomendohet aspirina 81 mg, edhe kolesteroli ka stade të ndryshme në cilin ti synon me kontrollu. Një individ komplet pas i faktor rrezikut, kolesteroli i keq në 100 është normal, por ama nëse ke ngritun calcium score, që është ky indikatori i aterosklerozës në zemër, duhet me ullë në 70, nëse je shumë i ri, 955. Pra, nëse arrin ata me dietë edhe ushtrime është primare, por ama edhe mjekimi është për atë punë me të ndihmu që me mojt nën kontroll. Çfarë këshilli do të rekomandoni pacientëve që janë në frikë, në panik se janë me smundje zemre? Po nuk është e nevojshme as kërkush me jetu në panik, se sot ka mjete me kontrollu zemrën. Paniku asnjësën mirë s'bjen, sa po fol me për stresin. Kontrolloju veten, shif mjekun familjar të paktën një herë në vit që të kontrollon për tension, për diabet, për faktor rreziku të tjerë. Jeto në mënyrën më të mirë të mundshme që mundesh me jetu, se ti shumë smundje, jo vetëm kardiovaskulare, po edhe për ushqimet. Sot nuk janë ushqimet si ishin dikur, ose si hashim ne dikur. Është fakt. Po bën më të mirën që mundesh. Me zgjidh ushqimet e shnetshme edhe me jetu sa më shnetshëm. Po me qenë doktor Gjeka se jemi këtu në ushqimet, çfarë do ju thoshe pacientëve, po edhe shikuesve shqiptar, gjithëve, për traditën shqiptare e të ushqyerit, mënyra shkon në një familje, farliku atje, e çfarë nuk ka djathë thera këto. A ndikojnë këto negativisht në zemër? Pavarësisht se neve duam të ruajmë traditën. Jo, është shumë e mirë, po tash farlikun e hamel në familje tonë. Po nuk është si me thonë dieta e përditshme. Çdo gjë me karar, do me thonë qoftë do me hangër mishin e kuq në përgjithësi, qoftë në mënyrë të biftekut, qoftë qingjin, mundesh me hangër, nuk është e nalume, si me thonë, për me jetu shnetshëm, por ama mos tjetë ushqimi jot i përditshëm. Dietat ose traditat tona shqiptare na përdorin pak shumë gjanat e fërgume, na pëlqen pak krypa më tepër se sa duhet, nuk shtrohet tavolin pa djath bardh. As në familje tonë kur mbledhna, si me thonë, por ama mu mundu me reduktu krypen, se nikon në tension, nikon në smundjen e veshkave me kohë gjatë. Mirë është mos hash fare kryp?
Po tash fare krypa është e pa mujtë të njëherë. Jo them, a prish gjen qoftë se nuk e përdor? Jo, gjithë qa me lezet. E ke parasysh, në përgjithësi nëse mundesh me majt rreth, nëse nuk ke smundje kardiovaskolare, deri në 2 gram i gjys 3, nëse ke smundje kardiovaskolare, në 2 gram në ditë. Është e rekomanduar me krypa. Po është gjithanej, e ke në buk këtu, gjithanej, në ambelsina, në çdo gjë është pak kryp, se është i shton shijen, por ama mos shto më tepër. Komuniteti shqiptar me atë njohuri që keni juve, a do të jetë më aktiv për ruajtjen e shëndetit shëndetësor? Kisha me thonë se po. Se siç thash edhe më parë, kur janë në gjendje pune të çnetshëm, mendojnë se çdo gjë është në rregull. Po kjo nuk vlen vetëm për komunitetin shqiptar, po me që ma bën e pyetjen për komunitetin shqiptar, edukata e kujdesit shnetit kishte me kenë më mirë që me bo herë, pra me punu në parnelimin e smundjeve kardiovaskolare, para se me noll. Se kur nollin, Amerika besoj se është vendi më i mirë për me u kuru. Po e mira kishte me kenë mos me pas nevojë, as morë me infarkt, as morë me blokim mosh 45-50 vjeçare, e tëna këto nikojnë sa herë të fillon e kontrollohesh, sa shumë kujdeshesh për shnetin tënd, sa mirë hën, tëna janë pjesë e saj. Doktor, neve si televizion kemi një emision Fjala e specialistit, ku këto pak probleme që neve trajtuam së bashku, aty në Fjalën e specialistit mundet të flasësh me hollësi, me intimitet, por dhe nga ana tjetër juve vetë si person. Pra ne kemi një opsion. A keni juve në një program se si mundet ju një prezentova dhe ajo është edhe një nga krahas arritjeve tuaja personale, është histori, për historia shqiptare është edhe ju një pjesë e kësaj historie, sepse ju doni që t'jeni pjesë e komunitetit me vlerat tuaja që keni vini në shërbim tyre. A keni një program që të ndihmoni komunitetin me këshilla, sugjerime të ndryshme? Po, në përgjithësi, në popullatën e përgjithshme, as kohë nuk kam mu marrë matë punë, se du të kenë, me ba me pasi, me thonë, pacienta që të vidë në praktikë tonë, kena disa mënyra edukimit për gjitha mënyrat paranaluese të smundjeve kardiovaskolare, por do të mundohem me gjithë kohën nëse na jepet mundësia me fol për do gjëra kryesore kardiovaskolare që janë të thjeshta, por ama munden me ndihmu, sidomos komunitetin shqiptar. Kisha ardhur me gjithë shef në programin që sapo e përmende. Unë të falenderoj shumë. Nuk mundesh të flasësh për historinë e një doktori, aq më tepër për pjesën kryesore të përgatitjes, se pastaj mandej historia shkon vetë, pra për pacientët për të folur për eksperiencën tuaj. Juve sollet natyrshëm atë pjesë të shkurtër të jetës tuaj, por mendoj që ka shumë shqiptarë të cilët kanë çfitojnë nga eksperienca juaj, sepse është një eksperiencë jo vetëm që ka arrit pra suksese, por e ka edhe në një fushë që i shërben komunitetit tonë. Edhe unë me këtë rast doja të të falenderoj në radhë parë prindit tuaj, të mrekullueshëm që të kanë edukuar në këtë formë, kanë krijuar, pra kanë punuar dhe kanë shërbyer komunitetit shqiptar atje, po kanë krijuar dhe një familje të shëndetshme, siç jeni ju 4 fëmijë, e veçanërisht për juve që po flasim për fushën e mjekësisë. Është një vlerë shumë e madhe e familjare. Edhe vetë ju keni atë talentin tuaj, s'do të harruar sepse jeni dikushi, edhe ke menaxhuar në mënyrën shumë korrekte mençurinë tuaj, energjinë tuaj, edhe ajo që më pëlqen tek juve është që jeni një person, ndoshta kjo vjen edhe nga edukimi fetar, veç edhe asaj familjare, një bujar, pra një bamirës, edhe kështu ti jesh një doktor human, se gjithçka vjen mbrapa. Po ti jesh human, i ke shëruar ata pacientët. E unë të falenderoj. Cili është mesazhi juaj për komunitetin shqiptar, jo si pacient, e jo vetëm për zemrën, por edhe për të patur një jetë të shëndetshme komunitare?
Të falënderoj herë që më ftove, është kënaqësi me kënë këtu me komuniku me ty për herë, por sidomos edhe me që po më prezanton me komunitetin shqiptar, se siç e the vetë, as me të thonë drejtën, as kohë s'kam pas me u prezantu. Kush më njem nëpërmjet shoqënisë, familjes e njërin tjetrët. Do të mundohem sa fuqi kam me net i angazhuar me komunitetin, jo vetëm me ata fetarë që thash edhe herë e njeh vazhdimisht, por edhe me ata politik, mbledhje që i bëjmë herë mas here, shoqatat njërin tjetrën, se na mund të lidhun bashk si popull, edhe sikur na duket që jena më afër vendlinjes. Për popullsinë përgjithësi, unë me gjithmonë jam shumë busy si mjek, por dera ema është e hapun për çdo që ka nevojë për nimën teme, kam me bo çast e mujtën kushdo që vjen e troket në derën teme me ju përgjigj me sa fuqi kam, e me i trajtu sikur thash edhe herë trajtoj njerëz të familjes teme. Unë të falenderoj, pasi dera ju e hapur, po është edhe klinike madhe, pasi ju sot jeni atje, nesër do të keni klinikën tuaj të veçantë, e ndoshta edhe 2 klinika të tjera, 3-4 klinika, sepse jeni i ri, jeni me energji, jeni shkëlqyeshëm në profesion, jeni një shpirt mirë, tamam ashtu siç duhet pra doktor që shëron njerëzit. Edhe unë të uroj suksese. Të gjithë personat që janë si juve ne i suportojmë sepse janë për të mirë të komunitetit. Edhe unë besoj se me emisionin që po shikojnë sot, shumë persona do të telefonojnë nëse nuk vi gabim vendos telefonin tuaj personal apo të vendos të klinikës. Të klinikës me personalin s'kam çaj bajs kërkuj. Ti e din si funksionon çdo gjë në praktik, çdo gjë shkon me appointmente, me gjana. Unë veç kur bile i them edhe grus, ti je organizatore e fundjavave në klinik, kena menaxherë që na vetëm ditën parë më thotë nesër ke kaq pacienta, këtë ashtu. Prandaj po jam shumë mirënjohës edhe herë që më ftove, të falenderoj për fjalët e mira. Ishte me vonesë, bile për ta shpjeguarin diçka, këtyre vajzave që ishin prezantuese, ju kisha dhënë emrin tuaj dhe të doktor Genti Metkos. Por nga ngarkesa e madhe që u bë atje, këto vajzat siç duket nuk e bën atë prezantimin tuaj. Aty mund të kishte edhe doktor të tjerë nga komuniteti shqiptar. Po unë kisha dhënë si sugjerim që marrin pjesë 2 doktorë të cilët janë të nivelit të lartë, të mirë, siç jeni juve, dhe unë kam bërë një korrigjim. Do të ftoja në bisedë përsëri, po e meriton. Unë të falenderoj. Edhe me shpresë të shikojmë përsëri së bashku, të flasim për profesionin tuaj aq të nevojshëm për jetën e njerëzve. Të falenderoj edhe herë. Të falenderoj shumë. E falenderoj edhe në emrin tuaj dhe miru pafshim me një të ftuar tjetër, me një sukses tjetër në fushën e historisë shqiptare. Deri atëherë, faleminderit. Të falenderoj shumë. Faleminderit edhe ty shumë. Më mëdheu. Më mëdhe. Quhet tokë. Më ka rënur kokë. Kam dashur më me atë. Ku më nje. Dhe guri thatë. Kam pasur shtëpi, ku kam njojtur Perëndin. Heu ku je lahut si pëtare, me vargë malet mosha.